Receta magjike. Merrni 3 gjethe dafine dhe i thoni lam të mirë problemeve tuaja. Cilat janë vetitë e gjetheve të dafinës? Gjethet e dafinës janë të pasura me përbërës të tillë si eugenol dhe vajrat esencial të njohur për përfitimet e tyre të fuqishme anti-inflamatore, antioksiduese dhe qetësuese edhe kundër komplikacioneve. Kur aplikohen lokalisht, këta përbërës natyral mund të ndihmojnë në qetësimin e dhimbjeve, zvogëlimin e intjeve dhe përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të kyçeve. Kjo i bën gjethet e dafinës një recetë natyrale e shkëlqyer kundër problemeve si artriti, problemeve të tendinave dhe dhimbjeve të tjera lidhura me nyjet. Duke ndjekur një metodë të thjeshtë të aplikimit të gjetheve të dafinës drejt për së drejti në lëkurë, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mund të përfitoni edhe nga vetitë lehtësuese pa ju drejtuar edhe recetave të shtrenjta. Aplikimet topike lejohen që përbërësit aktiv të depërtojnë në lëkurë dhe të synojnë edhe burimin e shqetësimit. Por si të përdorni gjethet e dafinës kundër nyjeve të dobta? Kjo recetë natyrale është e lehtë për të përgatitur dhe për të përdorur në kurse shtëpie derisa të merrni trajtimin e specializuar. Është një mundësi e mirë lehtësuese për gjërat të cilat mund të mbahen në kontroll derisa të shkoni te specialisti. Në këtë video ne përshkruajmë një udhëzim hap pas hapi për të ndihmuar të aplikohet gjethet e dafinës për lehtësimin e nyjeve të cilat shkaktojnë edhe komplikacione. Përbërësit që ju duhen në këtë recetë janë 3 gjethe dafine të freskëta, një dorezë ose mbështjellë plastike. Opsionale, një sasi e vogël të vaj natyral si vaj i kokosit ose vaj i ullirit për të rritur përthithjet. Pasi siguroni të gjithë përbërësit, filloni me përgatitjen e kësaj recete. Zgjidhni gjethet e freskëta të dafinës. Filloni duke sugjeruar 3 gjethe të freskëta dafine për fuqinë e tyre më të lartë. Siguroni që ajo të jetë e pastër dhe pa ndonjë ndotës. Gjethet e freskëta përmbajnë më shumë përbërës të dobishëm dhe ndihmojnë në zbutjen e dhimbjeve. Përgatisni zonën e prekur, pastroni zonën e dorës që përjetoni edhe probleme me ujë të ngrohtë. Thajni të rësisht lëkura e pastër përthith përbërësit e dobishëm në mënyrë më efikase duke lejuar lehtësimin më të mirë kundër këtyre komplikacioneve. Aplikoni gjethet e dafinës. Vendosni gjethet e dafinës direkt në zonën e problemit si nyjen ose edhe në gishtërinj. Mund të përqendroheni në zonën specifike, problematikat ose i mbuloni në të gjithë dorën. Siguroni që të përdorni gjethet e dafinës. Pasi t'i vendosni gjethet në dorë, përdorni një dorezë ose mbështetje plastike për t'i mbajtur ato në vend. Kjo siguron që gjethet të qëndrojnë në kontakt me lëkurën tuaj gjatë gjithë kohës zgjatjes së trajtimit. Gjithashtu edhe për nyjet në këmbë në veçanti mund të përdorni edhe një çorape. Kjo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese si një mundësi derisa të merrni trajtimin e specializuar. Nëse gjendja juaj është kritike, drejtohuni tek mjeku për trajtimin e specializuar. Gjethet e dafinës janë krejt ndryshe nga çdo erëz ose barishte e thatë që mund të keni në kuzhinë. Në çdo gatim të gjitha erëzat ose barishtet janë të përdorura dhe të konsumuara deri në fund, ndërkohë që gjethet e dafinës duhet të hapen nga ushqimi përpara servirjes. Gjethet e dafinës janë të pasura me përbërës bimor, vitamina dhe plot me vlera ushqyese të mineraleve. Qytetrimet e lashta i përdorin ato si një zgjidhje mjaft e mirë. Gjithashtu ato ndihmojnë me tretjen. Gjethet e dafinës ndihmojnë me tretjen dhe shmangjen e çrregullimeve të sistemit. Nëse pini çaj dafine, mund të luftoni aciditetin e lartë në stomak dhe të zgjidhni probleme të lëvizjeve të çrregullta të zorëve. Gjethet e dafinës përmbajnë enzima që mundësojnë shpërbërjen e proteinës dhe rrjedhimisht, ato janë një zgjedhje e shkëlqyer për dietën jo vegetariane. Merrni 5 gram gjethe dafine, shtoni xhenxhefil dhe i zjeni së bashku në 200 ml ujë derisa të mbetet 1/4 e ujit. Shtoni mjaltin dhe pijeni lëngun 2 herë në ditë. Ajo është e mirë për shëndetin kardiovaskular. Fitoushqyesit të gjethet e dafinës janë të fuqishëm, janë të mbushur me element kundër këtyre komplikacioneve. Këto gjethe përmbajnë substanca të vlefshme siç janë rutin, acid kafeik e të tjera, fitoushqyes që forcojnë shëndetin e zemrës dhe përmirësojnë funksionet e saj.
Ata që vuajnë nga këto komplikacione mund të përdorin gjethen e dafinës negatime, por mund të përdorin edhe trajtime të ndryshme. Gjithashtu, gjethet e dafinës janë kundër infeksioneve dhe të ftohtit. Gjethet e dafinës janë efikase kundër infeksioneve dhe simptomave të të ftohtit dhe të gripit. Në rastet kur vuani nga problemet e frymëmarrjes, zjeni 2 deri në 3 gjethe dafine në ujë, i lini të ftohen për 10 minuta, zhytini në një nap me lëng dhe më pas i vendosni në krahëror për të çliruar nga bllokimet e shkaktuar nga i ftohti, kolla dhe virozat. Çaji i gjetheve të dafinës është efikas kundër temperaturës. Nëse vuani nga tështima i përsëritur, zjeni disa gjethe dafine në 200 ml ujë, derisa të mbetet 1/4 e tij. E kulloni dhe e pini lëngun. Gjethet e dafinës ndihmojnë edhe dëgjumi. Nëse konsumohen gjethe dafine nëpërmjet çajit, përbërësit e tyre do të ofrojnë një gjumë më të rehatshëm më të mirë gjatë natës. Ky çaj mund të cilësohet si një ekuilibrues shumë i mirë. Gjethet e dafinës janë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemeve të veshkave. Gjethet e dafinës ndihmojnë kundër infeksioneve të rrugëve të veshkave. Zjeni 5 gram me gjethe dafine në 200 ml ujë derisa të mbetet 50 ml e tij. E kulloni lëngun e pini 2 herë në ditë. Ky lëng do të parandalojë formimin e gurëve. Gjethet e dafinës janë të mirë për shëndetin e lëkurës. Gjethet e dafinës largojnë stresin nga lëkura dhe parandalojnë shfaqjen e njollave dhe të rrudhave. Hidhni 5 gjethe të thata të dafinës në 2 gota ujë. Zjeni lëngun për 2 minuta në një çajnik të mbyllur. Hidheni lëngun e zjerë dhe mbani në fytyrë sipër enës duke mbuluar kokën me një peshqir. Avulli do ju bëjë lëkurën që ta keni më të shëndetshme dhe më të mbrojtur. Përdorime të tilla të gjetheve të dafinës do të ofrojnë një mburojë shumë të mirë ushqyese edhe për shëndetin tuaj. Gjethet e dafinës janë të mira për sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik që ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë me tretin dhe qetësojnë stomakun e tranzuar dhe zorrët. Dafina është një bimër shumë e mirë për frymëmarrjen. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer krahërorin, me ndihmën me problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin e dafinës dhe të shfrytëzoni avullin që do ju lehtësojë dhe eliminojë bakteriet e dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet grave shtatzana. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. I lagni në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Dafina ka efekte të mira anti-inflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre edhe element të njohur të cilët reduktojnë irritimet në zona të caktuara që mund të jenë të prekura nga artriti. Dafina na mbron gjithashtu edhe për shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin. 2 elementë që japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon gjithashtu edhe kolesterolin e keq nga sistemi imunitar. Gjethet e dafinës janë një produkt shumë i mirë ushqyes edhe kundër ankthit dhe kundër stresit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linalol, një element që ul hormonet e stresit në organizëm. Gjethet e dafinës na ndihmojnë të qetësohemi edhe në momentet më stresuese kur ankthi është më i lartë. Gjethet e dafinës cilësohen si një diuretik edhe për rregullimin e luhative të sheqerit. Ju mund të përgatisni doza të ndryshme të gjetheve të dafinës si një zgjidhje lehtësuese kundër komplikacioneve tuaja. Ndaj përdorimet të tilla të saj do të jenë një armë fort mbrojtëse për shëndetin e organizmit tuaj në tërësi dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e gjetheve të dafinës, përdorini ato gjithmonë me kujdes në dietën tuaj. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu, mos harroni ta shpërndani atë në profilin tuaj.